Rete kuqe dhe kështu rrokate tjeta janë dy botime të reja të autorit Ndrek Det Guri që u promovuan në Bibliotekën Zoja Shkodrës në prani të miqve e dashamirëve të librit. Autori vjen për lexuesit me një stil të veçantë ku ndërthuren përjetimet personale, realiteti shoqëror dhe reflektimet filozofike mbi jetën dhe shoqërinë shqiptare. Ndonse me 90 vite mbi supe, Ndrek Det Guri nuk ndalet në pasionin e tij për të shkruar dhe rrëfyer ndjesitë e brendshme. Ma të parin libër kom bërë Brezit e Shpesës. Atër një zonë anër, kom shkrujeta ime në 3 kontinente, dëmë brekën e vashaj, kështu rrokate tjeta edhe rete e kuqe. Librat mija janë kryesisht libra tjetës teme, gjatë jetës teme, si sot jam në vitin e 90 muaj. Janë libra si flasin vetëm për ata që ka unë kom pas dëshirë e që kom menue. Ku përshkruajnë kryesisht e në poezi, përshkruajnë jetën teme afërsisht që kom menu unë edhe që menoj për të ardhmen edhe për të sotmen. Është një këngëtari e gjerë, autentike që ka ngjyrat e veta. Autori në asnjërin nga këto nuk ka përsëritur vetveten dhe është një gjë interesante që në këtë moshë arrin të gjej forcën krijuese, freskinë mendore, shpirtërore, gjithashtu edhe fizike. Rete kuqe dhe kështu rrokate tjeta janë dy botime që ngjallin interes dhe emocione tek lexuesit. Më herët ai ka sjell për lexuesin edhe librin Jeta ime në 3 kontinente, që pasqyron përsekucionin komunist ndaj zonës së Dugaxhinit dhe vetë familjes Guri.